Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot po ndaj me ju një nga mënyrat e përgatitjes së petullave. Unë i përgatita për familjen time sot dhe u pëlqyen shumë nga të gjithë. Janë pambuk të buta dhe siç e shihni nuk përthithin as pak vaj dhe kjo duket mjaft mirë edhe nga duart e mia që nuk kanë fare vaj. Unë ju sugjeroj ta ndiqni këtë video dhe t'i përgatisni për familjen tuaj. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Në një enë do shtojmë 100 ml ujë, një lugë gjelle maja, një lugë çaji më falni me sheqer ose mjalt. E përzihem pak sa aktivizohet majaja. Do vazhdoj me një vezë, 150 ml qumësht të ngrohtë, 2 lugë vaj ulliri ose vaj lule dielli, çfarë do lloj vaji që ju përdorni në kuzhinën tuaj, e përziej masën dhe do shtojmë rreth 500 gram miell. Gjithashtu edhe një lugë çaji krip. Them rreth 500 gram miell, pasi miellin do ta shtojmë pak e nga pak, duke e punuar dhe duke e parë masën me sy, pasi varet se sa përthithës është mielli që ju po përdorni. Duhet na formohet një brum i butë, por jo i ngjitur, njësoj si brumi për byrek, ja kështu si po shihni në video. Nuk do ju marr shumë kohë, e punoni me duar ose me rahas elektrik sipas dëshirës çfarë ju gjendet në shtëpi. Shtojmë pak vaj mbi brum dhe e mbulojmë me lëm të pushoj për 1 orë. Sa më shumë të rri, aq më i mirë bëhet. Madje nëse dëshironi mund ta përgatisni brumin edhe që në darkë, e lini në frigorifer dhe në mëngjes e keni gati. Unë në të shumicën e rasteve kështu e përgatis, pasi kur ngrihem mëngjes i kam thjesht për t'i skuqur. Pasi brumi ka pushuar, në tavolinën e punës do shtojmë pak miell, pasi do vini re që pasi pushon brumi bëhet pak i ngjitur, por mos u shqetësoni, mjafton të shtoni pak miell në të, e ndajmë atë në pjesë të barabarta, i japim formën e toptave, ja kështu si po shihni në video, dhe i mbulojmë ndërkohë që jemi duke i punuar në mënyrë që të mos thahen. Do t'i hapim një e nga një topthat në masinë e dorës. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund ta shkruani në koment, dhe nëse jeni i ri në kanalin tim, unë ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe. Ja kështu do t'i hapim topthat që ne formuam dhe do t'i skuqim në vaj të bollshëm dhe në temperaturë të ngadaltë, duke shtuar pak vaj me lugë, kështu si po shihni në video, dhe duke i kthyer her pas here. Skuqja duhet të bëhet në zjarr mesatar ose të ulët, në mënyrë që të bëhet sa më mirë dhe të pishet në mënyrë perfekte. Dhe do vazhdojmë kështu derisa të mbarojë masa. Nëse nuk dëshironi të përdorni maja në këtë recetë, mund t'i përgatisni edhe me tharë mbuke ose edhe me sodë. Me sodë nuk është nevoja fare që t'i lini të pushojnë, pasi duhet t'i skuqni direkt. Unë i kam bërë me maja, pasi me tharë djali nuk mi pëlqen, prandaj jam e detyruar që t'i bëj me maja. Por u bën shumë të mira, i pëlqyen të gjithë në familje, mund t'i shoqëroni me çfarë të keni dëshirë. Si ju duket si recetë, nëse ju pëlqeu kjo video, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Unë po ju lë të shihni se sa të buta jam bërë dhe bashkë do dëgjohemi në recetën e radhës. Deri atëherë, miru dëgjofshim.